Po, edhe unë mendoj domethënë kur shkoi Gjaka Shaqiri, fillon Januzaj që shkunen me lut ta për Zvicrën, Januzaj për Belgjikën, ata i qunen tradhtar pse s'po lun për flamurin. Tash erdhi Bruti me lut për flamurin Kuqezi, ky u quaj tradhtar dhe kja sikur s'bën shumë sens, a din pse tankja urrëtie. Seç kombëtarja e Kosovës, jo pse nuk e du, po thjesht në arenën evropiane, kur shohim flamurin edhe kur shohim ngjyrat Kuqezi, besoj na përfaqëson shumë më shumë. Edhe nuk jam domethënë jam shumë kundra këtyre polemikave që vijnë her mas herët nga opinionista ose pseudo intelektual që kanë një mllef caktuar, domethënë personal, që mendoj janë shumë gabuar, se nuk duhet munis ndoshta ai mund të ketë pas me të vërtetë eksperjenca negative me njerëz caktuar, po nuk duhet munis. Po në fakt si tradhti. Po, edhe unë mendoj domethënë kur shkoi Gjaka Shaqiri, fillon Januzaj që shkunen me lut ta për Zvicrën, Januzaj për Belgjikën, ata i qunen tradhtar pse s'po lun për flamurin. Tash erdhi Bruti me lut për flamurin Kuqezi, ky u quaj tradhtar dhe kja sikur s'bën shumë sens, a din pse tankja urrëtie. Edhe jam shumë kundra dhe kisha dashur sadopak me një aq vokacion sa kam ose sa kena, me kriju edhe i herat e dashurinë për njëri tjetrin, se siç ka kanë gjithmonë, si është edhe te filmi Skënderbeut, kur i merr ato thuprat edhe i thet kpu ti thuprat i nep një thupër e kpu derek, po kur i bën disa bashk nuk mundet me i thy. Ashtu duhet me kanë edhe, domethënë, në momentin që jena bashkë kena me kanë gjithmonë më të fortë. Po mendon që këto barriera mes Kosovës dhe Shqipërisë janë më shumë politike apo kulturore? Unë mendoj që janë edhe shumë politike. Kulturore nuk janë as pak. Kulturore ne kena, domethënë, jena shumë më shumë ngjashëm se çka jena të ndryshëm. Jam i sigurt që gjithmonë ka pas influenca slave që me kriju përçamje, dhe njerëz caktuar mund të kenë paguam ose mund të kenë asimiluar të një lloj kulturit e ideologjie të caktuar, por detyrimisht mendoj që është politike, se nuk edhe kur i shef për shembull edhe koret që shohin shqiptarët, nuk thonë se ndoshta është keq me thonë që nuk thonë mytë e kosovarin, thonë po mytë e shqiptarin, se ata na specifikojnë si shqiptar, ta na specifikojnë si shqiptar, kena një të traditë, kena një të gjuhë, kena tana gjanat njësoj. Kështu që unë mendoj që duhet gjithmonë me i msha kësaj se kja na ka majt gjithmonë si popull. Populli shqiptar është njoft prej traditës edhe gjuhës, nga që shtet vështirë që kena pas e kena kanë pushtuar gjithmonë, po kena ka bë me kanë shqiptar. Po në përditshmëri a e ndjen këtë ndarjen, le të themi mes kur udhton, kur bashkëpunon me ta, ndarjen mes Kosovës dhe Shqipërisë? Unë nuk e ndija s'pak personalisht. Unë thash kam pas bëj prej shumë viteve, kam shumë shok në Prishtinë, janë njerëz mrekullueshëm, janë shumë të sjellshëm, të marr parasysh që edhe gjuhën e kena, dialektin njësoj, që është dialekti geg, nuk kam ndi kur ndamje, sidomos Shkodra, domethënë që jena veri, nuk e kena ndi kur, domethënë këtë llojin e diferencimeve, por e shoh që në popullat ka dhe normal që më dhëm, se një dell patriotik besoj e kena gjithë dhe kur e shohim që kjo cenohet për gjana absurde në fundit, që janë gjana pa lidhje, se thash gjanat që kena të përbashkëta janë shumë më të mëdha se gjanat që kena ndryshe.